Edhe une e mës, krejt, e kopi, edhe dal jashtë, as të flamine. Mamo, jo, unë nuk ta të rere, që tu dhe si t'jam unë shtërë, nuk ta të rere. Po pse, moj vajza, pse se lat na? Për qa po zirë një herë nuk po marrë vesh? Për qa po zirë një kotë të shita ta shqyrtojmë pak këtë muhabet? Për qa po zirë një ju? Po zirë një për qfarë? Për qfarë s'po kuptoj? Po zirë një pse foli Eliona me këtë tonin, dhe ti me tonin ke një farë ndjenje, dhe ti thue mys atë e vras, ku diu se qa po nga tronë aty, që këto gjërat shkojnë shantazhime, kërcënime, janë pak të pahishme. Ajo që mua më shkallon fare është që ju po zini për një djalë të cilit erdhi babi, e mësoj, i tha që jo me këta, po me këta. Ai nuk të citoj as ty Benita, e kupton, domethënë kjo duhet të kuptoj që as për toni as në refene nuk të ka. Se imagjino, erdhi për bien, tha vetëm për Elionën që i pëlqen babait, si nuse për djalin i pëlqen Eliona, as ti Benita. Jeni gjithë këto vajza më po ikni për dëm kod, për atë zot. Zini për një djalë që ndjen sipas zgjedhjes së babait. Kaq tru nuk keni në tru, kaq tru këtu. Në taketuke, nuk keni fare, kaq pak tru në këto kaploqe tuaj, nuk kanë këto. Po zini për një më që e me babaj, hajtë, kjo është për ty, s'është kjo është ajo, ja. Babaj s'të përmëndi fare, këto zini lanam. Pse rri Eliona me ty, me Eliona, unë e kapi e të shkrye mys, ku di unë se që nga të hajde.